Përshëndetje miq, sot do të flasim për episodin më të ri të serialit Një dashuri. A do ta braktis Doa fatin? Po Omer, a do të dal nga burgu? A do ta shoh Abdullahu fytyrën e vërtetë të Ishilit? Çfarë fati e pret Këvëllçëmin? Do përpiqem t'ja u shpjegoj të gjitha në këtë video. Në këtë episod të ri, Doa distancohet gradualisht nga fati për shkak të ngjarjeve që përjeton. Nga ana tjetër, fati gjithashtu fillon të humbas ndjenjat për Doën. Pavarësisht kësaj situate të padurueshme, Doa dhe fati e ruajnë martesën e tyre të trazuar. Megjithatë, vazhdimi i kësaj martese do të shkaktoj kaos në psikologjinë e Doës. Duke e ditur këtë, Këvëllçëm fillon ta binte të bijën për një divorc midis asaj dhe fatit. Nga ana tjetër, Abdullahu e refuzon këtë iniciativë. Këvëllçëm do përballet edhe me probleme të tjera. Vendimi i Omerit për kujdestarin do të trondisë të gjithë familjen. Këvëllçëm do të mbështesë Omerin gjatë gjithë këtij procesi të dhimbshëm. Abdullah nuk do të shohë të keqen e Ishilit për një kohë. Por më vonë, Abdullah do ta kuptojë se është mashtruar. Kur ai e kupton këtë, ngre një padi penale dhe kërkon arrestimin e Ishilit. Dhe si pasojë, Ishil do të arrestohet dhe do të burgoset, ndërsa Abdullah do të vendosë të hapë një faqe të re në jetën e tij. Në episod do të ndodhim Këvëllçëm do të bëhet edhe më e keqe pas arrestimit të Omerit, dhe gjendja mendore e saj do të përkeqësohet dita ditës. Omer nga ana tjetër do të shkatrohet kur të besojë se Këvëllçëm e ka denoncuar. I pa aftë të duroj këtë situatë, Omeri vendos t'i jap fund jetës së tij. Nëse Omeri bën një gabim të tillë, ai do të jetë në prag të vdekjes dhe do të largohet nga seriali. Nga ana tjetër, Doa do të jetë xheloze për gratë e tjera që fatit i vin rrotull dhe do të dëshirojë ta fitojë atë përsëri. Dhe për një moment, Doa mendon se e ka humbur. Nga ana tjetër, Nilai është me një mision, do të dëshirojë të ekspozojë keqbërjet e Ishilit. Edhe pse kjo për të nuk do të jetë fare e lehtë. Sepse i dashur e Ishilit do të kërcënojë Nilain. Megjithatë, Doa do të largohet përgjithmonë nga seriali. Dhe me largimin e saj, do të largohen edhe Firas, Mustafa dhe Ishil. Le të themi se me largimin e këtyre personazheve, 4 personazhe të rinj do të bashkohen në serial. Me largimin e Doës, një protagoniste re femër do t'i bashkohet serialit. Dhe fati dhe kjo grua do të martohen. Por fatkeqësisht, ky vendim ishte shumë shqetësues për ata që e donin personazhin e Doës. Omer vendos të divorcohet nga Këvëllçëm sapo të lirohet nga burgu. Dhe Këvëllçëm do të gjejë një mënyrë patjetër për ta bindur Omerin që ta falë. Nga ana tjetër, Mustafa gjithashtu do përpiqet që të vrasë Ishil. Por për fatin e tij të keq, Mustafa do të vdesë dhe do të largohet nga seriali. Dhe Nilai do të mbetet vetëm me fëmijët e saj, pa burrin. Pas shumë debatesh së bashku, Omer dhe Këvëllçëm më në fund do të ribashkohen, do të pajtohen dhe nuk do të dalin më probleme mes tyre. Sepse Omeri do të falë Këvëllçëmin dhe do të zgjidhen problemet midis çiftit. Por fatkeqësisht, në episodet vdekja e Doës do t'i shkatërrojë të gjithë dhe e gjithë familja do të jetë në zi. Natyra e vërtetë e Ishilit më në fund do të zbulohet. Dhe ajo do të divorcohet nga Abdullahu dhe do të shkojë në burg. Në këtë video do të flasim dhe për ngjarjet më të fundit dhe dramatike në botën e serialeve turke dhe jetën private të aktorëve të njohur. Ece Irtem ka përfunduar historinë e saj si Ishil, një nga personazhet më të dashura të serialit. Largimi i saj nuk lidhet me ndonjë problem personal apo mosmarrveshje, por është vendosur nga një skenar i ri. Me këtë largim, seriali ka hapur një periudhë të re dramatike, duke bërë vend për personazhe të rinj dhe intrigë të freskët. Episodi i fundit tregoi një zhvillim të rëndësishëm dhe emocionues, duke ndryshuar drejtimin e ngjarjeve në serial. Po ashtu dhe Firas largohet nga seriali për shkak të ndryshimeve në skenar. Karakteri largohet jashtë vendit pas një skene dramatike ku shet pjesët e tij, duke shënuar fundin e rrugtimit të tij në ekran. Pas largimit të Sila Turkoglu, e cila luajti për 4 sezone karakterin e Doës, ajo bëri një hap që të roqi shumë vëmendje. Hoqi nga ndjekja në Instagram partnerin e saj në serial, Dogün Kan, i cili luan karakterin e Fatin, dhe aktoren Feyza Çivelek, e cila luan Nilain.
Kjo veprim ka ringjallur zera për tensione dhe gërvishtje mes tyre. Që do të thotë se ka patur zënka mes tyre, të cilat ishin përfolur prej kohësh. Për më tepër, Feyza Çivelek kishte përjetuar më parë situata të ngjashme me partnerin e saj në serial Emrah, i cili luan karakterin e Mustafas. Dhe deklarata e saj, unë e bëra lëvizjen e parë, u bë temë diskutimit në media. Këto lëvizje tregojnë se raportet mes aktorëve në serial nuk janë gjithmonë të qeta dhe jeta private shpesh përzihet me dinamika dhe prapaskena. Por le të ndalemi pak se si ndodh skena e vdekjes së Doos. Pra në sezonin e fundit, Doa përfshihet në një ngjarje dramatike që përfundon me vdekjen e saj. Skenari tregon se Doa gjendet në një situatë tepër të rrezikshme, ku tensionet midis familjarëve dhe problemet e saj personale kulmojnë. Ngjarja përfundon me një aksident fatal të rënd, ku ajo humb jetën. Vdekja e saj shfaqet parapritmas në një skenë tejet emocionale dhe të zgjatur, ku familja e saj, sidomos këvëllçëm, shkatërrohet emocionalisht. Në këtë skenë, personazhi Doos mbyllet plotësisht, duke i dhënë fund pranisë së aktores Sila Turkoglu në serial. Po pyetja është, pse duhet të ndodhte pikërisht vdekja e Doos, sepse aktoria Sila Turkoglu vendosi të largohej nga seriali Një dashuri dhe producentët zgjodhën mënyrën më drastike për të mbyllur personazhin, pra vdekjen. Kjo ngjarje shkaktoi shumë reagime, madje dhe tensione mes aktores dhe disa kolegëve në serial. Për largimin e personazhit Doa, shumë fansa do të mërziten për këtë fakt, sepse seriali nisi me historinë e Doos dhe Fatit, një çift që përballet me konflikte të familjeve të tyre dhe si dashuria e tyre mund të përballojë dallimet midis botëve të ndryshme. Dhe këtu përfundon kjo përmbledhje ngjarjeve më dramatike të serialit Një dashuri. Vdekja e Doos ka lënë shumë fansa të tronditur dhe të emocionuar, duke bërë që shumë të pyesin, a do mund të shpëtonte? Unë dua të dëgjoj mendimet tuaja, si e përjetuat ju këtë moment, apo e ndiqni serialin ende, apo e keni lënë pas, cili ishte momenti juaj më i fortë emocional me Doan. Shkruani komentet tuaj më poshtë, sepse mendimi juaj ka rëndësi dhe ne mund të diskutojmë së bashku për drama dhe surprizat e serialit. Mos harroni të abonoheni për më shumë lajme dhe analiza të serialit Një dashuri dhe jo vetëm, dhe të aktivizoni zilën e njoftimeve që të mos humbisni asnjë episod apo lajm të ri.